Ja pse nuk duhet të mbani celularin poshtë jashtëkut. Celulari është bërë pjesë e pandare e jetëve tona që në momentet që ngrihemi në mëngjes e deri kur flemi në darkë. Madje edhe në disa raste gjatë gjumit, vendosim celularin ta mbajmë poshtë jashtëkut, duke sjellë kështu një sërriqtjesh të mëdha negative për shëndetin. Arsyet pse nuk duhet ta mbani celularin poshtë jashtëkut sipas Bright Site janë këto. Ai mund t'i vendosë flakën jashtëkut tuaj nga një shpërthim i mundshëm nga mbinxehja. Ju pengon të flini më mirë për shkak të rrezatimit. Ka rreziqe të larta shëndetësore. Rrezatimi mund të shkaktojë çrregullime të gjumit. Nëse jeni një person që e mbani celularin poshtë jashtëkut, filloni dhe evitojeni këtë zakon, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë e jetës suaj dhe të ndikojë gjithashtu edhe në krijimin e komplikacioneve të njëpasnjërshme të lëndimit të shëndetit dhe çrregullimeve sidomos në fazën e REM të gjumit.